I nderuar atë Nikola të dashur vëllezër dhe motra më Krishtit. Sëmundja është diçka shumë e keqe për jetën e njeriut. Sëmundja përkthehet mungesa e shëndetit. Donjëherë sëmundja është më e dhimbshme se vdekja, sepse ka njerëz që lëngojnë nga sëmundja me dhimbje për një kohë të gjatë dhe preferojnë më shumë dhe më shpejt të vdesin se sa të mbeten ashtu të sëmurë, në lëngat, në vuajtje. Shpeshherë, neve që vuajmë nga sëmundja personalisht ose të tjerët, na duket sikur Perëndia na qorton, na dënon. Të dashur të krishterë, sëmundja nuk është krijuar nga Perëndia. Dhe Perëndia është dashuri dhe Perëndia nuk do që njeriu të vuajë. Por sëmundja, që ka faktorë të ndryshëm, fiziologjik, fizik, por mbi të gjitha vjen nga marrëdhëniet e gabuara shpirtërore. Sëmundja është pasoja e mëkatit, duke filluar që nga mëkati i parë stëgjushor, që bëri çifti i parë Adamit dhe Eva, nga mëkatet e fëmijëve të tyre dhe nga mëkatet e gjithë njerëzve. Dhe kështu, duke ushtuar mëkati, ushtua dhe sëmundja. Dhe sëmundja shpejtoi vdekjen, sepse paga e mëkatit është vdekja. Dhe diçka tjetër. Edhe pse në këtë botë vinë fëmijë, të cilët janë pa mëkatshëm me mëkate personale, prapa ata lindin ndonjëherë të smur, të gjymtuar, ose smuren. Patjetër që ata nuk kanë përgjegjësi për vete, por janë mëkatet e prindërve, ose vinë në një botë mëkatare, dhe kështu edhe fëmijët vuajnë sëmundje. Edhe pse shkenca e mjekësisë ka përparuar dhe teknologjia po ashtu, përsëri shikojmë që sëmundja vazhdon të kërcënojë jetët e njerëzve. Madje është shtuar numri i sëmundjeve të pashërueshme, sëmundjeve që shkenca e mjekësisë nuk ka çfarë t'i bëjë. I arritur gati 20% të sëmundjeve dhe, siç e pam, edhe një sëmundje globali që kaloi, por jo vetëm ajo, sëmundje të tjera priten të vinë duke kërcënuar jetën e gjithë njerëzimit. E thot vetë Zoti Jezu Krisht. Një nga shenjat apokaliptike të brezave në kohën e fundit do të jenë sëmundje të pashërueshme. Por pse janë shtuar kaq shumë sëmundjet dhe kaq shumë spitalet? Sepse është shtuar shumë mëkati. Jo vetëm mëkati është shtuar, por është shtuar apostazia, do me thënë pabesia, largimi nga Zoti, largimi nga kisha, largimi nga misteret. Kjo ka bërë që jo vetëm njerëzit e botës, por dhe të krishterët që janë fëmijë të Perëndisë, janë të privilegjuar në këtë botë, po vuajnë shumë sëmundje. Dhe sëmundja e shekullit është sëmundja e dëshpërimit, e stresit. Është paradoks që ti je i krishter, biri i Zotit, sipas Hirit, dhe ti je njëri i stresuar, ti je njëri i dëshpëruar, ti je njëri me neurozë, ti je njëri që shkon te psikiatri, ti je njëri që trajtohet nga psikologu, është e pamundur. Kjo tregon se ti nuk je një krishter i vërtet. Ti vërtet lutesh aty që je në qiell. Por kur thua u bë dëshira jote, ti bën dëshirën tënde. Dhe kur bën dëshirën tënde, kjo është shkaku i sëmundjes së neurozës, që vjen nga djalli, siç na thon edhe shenjtorët. Do ishte shumë mirë që ishim në një botë pa sëmundje. Por duhet dini se ka një mundësi. Kur biri dhe fjala e Perëndisë u bë bir njeriu dhe erdhi në tokë, ai shëroi çdo sëmundje
dhe lëngat në popull. Dhe në kohën e tij nuk kishte njëri të smur, dhe mjekët dolën të papunë. Do thoni neve, sa mirë t'ishim në atë kohë, të takonim Krishtin dhe Krishtit na shëronte nga çdo sëmundje, dhe mos kishim nevojë të shkonim në për spital, në për mjek, të harxhonim para, kohë dhe dhimbje. Por, të dashur të krishterë, Krishti është po ai, dje, sot e në përgjithësi. Ku është Krishti? Krishti është këtu në Kish. Këtu e gjejmë Krishtin me gjithë fuqinë e tij shëruese. Por neve nuk besojmë. Madje edhe kur i dëgjojmë këto fjalë tani, unë e di që disa prej jush nuk po i dëgjoni. Ju duken të tepërta, e keni mendjen diçka tjetër. Mendoni se ai u i bekuar do t'ju shëroj. Vërtet është u i bekuar. Vërtet ju shëron. Vërtet kisha e jep për shërim. Por po s'patët besim nuk ju shëron. Duhet të kemi besim në Zotin që të na shëroj. Dhe jo besim se ekziston Zoti. Besim për të zbatuar porositë e Zotit. Në qoftë se zbatoni porositë e mia, tregoni se më doni. Prandaj ndodh çudia që vim në Kish, marrim pjesë në misteret, marrim pjesë në liturgjinë, i marrim gjërat e shenjta, ajazmo, efqeli, dhe ne prap jemi të smur. Pse? I kemi dyert e mbyllura, dyert e shpirtit. S'kemi besim praktik, thjesht tradicional. Nuk i zbatojmë porositë e Perëndis. Prandaj dhe hiri i Perëndis nuk vjen te neve. Prandaj dhe sëmundja vazhdon tek neve, si një qortim që ne duhet pendohemi dhe të përulemi. Shërimi i Perëndis tek njeriu që shëron çdo sëmundje dhe lëngat vjen në sinergji. Duhet besim, duhet përulësi, duhet pendim. Sot Kisha Ortodokse nderon Anargjendët Kozma dhe Damian, mjek shëronjës, të cilët zbatuan porositë që Krishti i tha apostëve. Shkoni, shëroni të sëmur, pastroni lërboroz, gjallni të vdekur, falas morët, falas jep. Edhe këta nuk ishin klerik, po ishin mjek, kishin studiuar mjekësinë, se dhe mjekësia është dhënë nga Perëndia. Por nuk mjaftonin vetëm të ishin mjek, ata ishin besimtar dhe i trajtonin pacientët e tyre jo thjesht si subjekt, si objekte për fituar para, por si ikonat Perëndis. I shëronin edhe me pomada, i shëronin dhe me ilaçe, po i shëronin duke injektuar të besimtarët besimin. Dhe kështu bën që ata të shëronin dhe sëmundje që mjekët e tjerë nuk i shëronin. Kjo gjalli xhelozin dhe kolegët e tyre i vranë me gur të dy Anargjendët Kozma dhe Damian. Por ata nuk humbën. Shpirtërisht shkuan tek Zoti dhe janë të gjallë dhe bëjnë mrekulli tek besimtarët. Madje kanë bërë mrekulli që shkenca tani ka filluar t'i bëj. Tregohet se në vitin 400 pas Krishtit, në kishën e Anargjendëve Kozma dhe Damian në Rom, ishte një rojtar i kishës i cili kishte një këmbë të ngagrenizuar. Patjetër që mjekësia në atë kohë nuk e shëronte dot. Madje edhe sot kangrenën rrallë shërohet. Por çfarë ndodhi? Ky rojtar i kishës ra në klapi, e pa në vegim dy shenjtorët, Anargjendët Kozma dhe Damian, të cilët erdhën dhe i thanë: roja e kishës sonë është i smur, këmbën e ka të kangrenizuar. Si t'ja shërojmë? Duhet na mish i freskët. Ku do gjejmë? Atëherë thanë: sot është varrosur një arab në Vareza. Ti marrim këmbën e arabit, që ishte këmbë e shëndosh, e t'i japim shërbëtorit tonë. Dhe kur të ngjallen, atëherë t'ia kthejnë këmbën njëri tjetrit. Dhe çudia ndodhi. Kur u zgjua rojtari në dhimbje, madje u çudit sepse këmba ati ishte e zezë. Lajmëroi të tjerët, tregoi vegimin dhe shkuan hapën varrin e arabit dhe gjetën aty këmbën e shërbëtorit. Kjo mrekulli është e dokumentuar, ka gati 1500 ikona për gjatë shekujve që tregojnë këtë mrekulli. Pra transplantin e këmbës, që dhe sot mjekësia e ka arritur. Pra shikoni se shenjtorët janë avantgard, ata me hirin e Perëndis te kalojnë mundësitë njerëzore. Edhe sot në të dashur të krishterë, kemi këtë fuqi që kanë shenjtorët, që është fuqia e Zotit, që shëron çdo sëmundje të lëngat. Është këtu në Kish. E ka Kisha,
e kanë priftërinë tanë. Pse nuk vini në kishë? Përpara se shkoni te mjeku. Hajdeni këtu, kërkojeni priftin, kërkoni një uratë priftit, i cili lutet në emër të kishës. Dhe urata që do bëj prifti, me besimin e tij dhe me besimin e atij që ka nevojë, do bëjmë mrekullin. Mos i bini gjatë, bini shkurt. Ku një krishter ka një problem shëndetësor për veten e vet, që nuk zgjidhet nga ana mjekësore, duhet vi në kishë. Sepse ndoshta nuk është mikrobi, nuk është virusi, nuk është problemi shëndetësor, është mëkati. Duhet të heqish mëkatin. Hajde në kishë, pendohu, rrëfeu. Pastaj krye misterin e fqelisë dhe do shikosh që sëmundja do të shërohet. Por dhe nëse shërohet, atëherë do shkosh te mjeku. Por dhe mjeku nuk do ta shikosh si perëndi, por si instrumentin e Perëndis. Dhe Perëndia do bëj mrekullinë e tij. Të dashur të krishterë, Zoti nuk na ka premtuar se në këtë botë do kemi sëmundje. Është e nevojshme sëmundja. Se nëse kemi mëkate, kemi krenari. Prandaj dhe sëmundja na përun. Por Zoti premtoi se në ngjalljen e të vdekurve nuk do kemi më sëmundje. Prandaj duhet bëjmë dhe durim në sëmundje. Do ta përfundoj këtë bisedë me një histori. Ishte një besimtar i smur, shumë i smur. Dhe u lut Zotit. O Zoti, tha, më shëro nga kjo sëmundje se nuk e duroj dot. Atëre dëgjoi një angjëll të Zotit. Perëndia ta dëgjoi lutjen. Ke një zgjidhje. O 3 vjet në shtrat të vuash sëmundjen tënde, o 3 ditë në ferr. Atëre ai tha, më mirë po shkoj 3 ditë në ferr. Do duroj 3 ditë në ferr, se sa duroj 3 vjet tu në shtrat. Mirë, i tha angjëlli, i mori shpirtin dhe ja çovi në ferr. Atje në ferr, në mes atij mundimi, pangushëllim, po torturohesh dhe mendoi se kishte kaluar shekuj. Dhe ngriti syt dhe pa angjëllin që e ruante. Po pse, tha, dhe ju angjëjt gënjeni, tha? Po pse gënjejmë? Po më ke lënë këtu shekuj, tha, ti më the 3 ditë. O miki, tha, ti ke as 3 orë aty. Jo, tha, më mirë 3 vjet në shtrat se 3 ditë në ferr. Prandaj, edhe kur sëmundja jon nuk shërohet, jo se Zoti nuk e dëgjon lutjen, jo se urata e kishës nuk ka fuqi, por duhet të durojmë, sepse është për shpëtimin ton, na shenjtëron, na shpëton. Prandaj dhe Shëmpaisi thot, mjekët e kanë përpara syve ilaçin e kancerit, por nuk e gjejnë, sepse po shpëton shumë shpirtra, është një lloj martirizimi. Kështu pra dashur më Krishtin. Le ta kthejmë sëmundjen në bekim me anë të durimit, le të shkojmë tek Zoti, le të shkojmë tek kisha që të lehtësojmë sëmundjen, le të shkojmë edhe tek mjeku, por mirë ai që bie në duart e mjekut. Dhe këtu bëhet fjalë për pabesët dhe mëkatarët që nuk pranojnë Perëndin, nuk pranojnë kishën, nuk pranojnë uratat e kishës dhe uratat e priftit. Amin.